Shkon në 242.099 numri i emigrantëve shqiptar që kanë fituar të drejtën e votës në 11 maj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po shqyrton edhe 5.000 kërkesat e fundit, që mund të rrisin edhe më shumë numrin e votuesve. Mbi 44.000 kërkesa u refuzuan për mangësi në dokumentacion, ndërsa pritet u jepet një shans i dytë për të riaplikuar me asistencë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve brenda datës 9 mars. Sa i përket qarqeve ku do të votojnë shtetasit shqiptar që jetojnë jashtë vendit, Tirana ka regjistruar numrin më të madh të kërkesave të miratuara me afro 75.000 zgjedhës. Tirana është edhe qarku që ka më shumë mandate. Pas Tiranës, renditet i dyti Fieri dhe më pas qarqet si Durrësi, Elbasani, Korsha, Vlora apo Shkodra. Regjistrimet më të ulta shënojnë qarqet Dibër, Gjirokastër e Kukës. Peshën më të madhe të regjistrimeve e mbajnë Italia dhe Greqia, të ndjekur nga Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglia. Në 9 mars pritet të publikohet një listë plot me të gjithë të dhënat e emigrantëve që kanë fituar të drejtën e votës. Në 11 maj, emigrantët mund të votojnë edhe me dokumente të skaduara, ndërsa shpenzimet për marrjen dhe dërgimin me postë të fletës së votimit do të mbulohen nga qeveria. Votat do të numërohen në KQZ dhe rezultatet do të shpërndahen sipas qarqeve që u përkasin.